Gjithë janë krenar për lojën edhe të ti, edhe të shumë të tjerëve, sepse aty kemi një kombëtare që bashkon lojtar nga vendet shqipfolse, nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nuk e din se kemi ndonjë nga Malizi, kemi edhe nga pjesa... Ishte ai Gjimshit është nga Lugina. Gjimshit është, po, nga pjesa e Luginës, kështu që prej trevat tona. Shqipëria vjetër. Ti bashkojmë pra në një kombëtare, në kombëtaren e Shqipërisë, talent kaq të mëdhenj të futbollit, për bërë kombëtaren më të bukur, apo jo? Shkom tek Peja, tek gazetarja Vesa Hota, cila na thot se ku gjendet, në cilën shkollë apo në cilën vend votim gjendet, edhe a ka nisë gjithçka me kohë, them në rregull. Megjithëse na me njëherë edhe kreu i KQZ-s që votoi edhe në Pej, tha se gjithçka është mirë, gati, dhe bëri thirrje që të dalin dhe që të votojnë. Vesa, ju jeni në cilën qendër? Po, mirëmëngjesi për juve dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Ne jemi duke u lajmëruar këtu nga vendlindja e kryetarit të AK-s, Ramush Haradinaj, e pikërisht në shkollën e fshatit Glogjan, që është herojnë të Dugaxhinit. Këtu pak më parë votoi edhe kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, bashkë me nënën e tij, i cili tregoi që më pas edhe do të shkojë tek kulla që gjendet në këtë fshat, e ku gjenden edhe varrezat e dëshmorëve të këtij vendi. Por që na tregoi më shumë, kemi këtu edhe drejtoreshën e kësaj shkolle, e që është Lumia Avdiaj, që do të na tregoj se nëse ka filluar procesi me kohë dhe ka shkuar gjithçka në rregull. Fillimisht faleminderit shumë, a ka shkuar gjithçka në rregull dhe a janë hapur qendrat e votimit me kohë? Përshëndetje për të gjithë ju gazetarëve kudo që jeni të shpërndarë sot nëpër Kosovë dhe kryeni këtë proces me kaq dinjitet. Ne kemi filluar me kohë, qendra votimit 0108 është hap me kohë dhe ka filluar me kohë dhe procesi i votimit. Deri me tani gjithçka po rrjedh sipas normës programit që është për votime gjithkohë në Kosovë. Prandaj mund të them që në këtë qendër është gjithçka në rregull. Po, deri më tani sa pam ne deri tash, këtu pa më shumë mosha të cilat kanë qenë më të moshuara, por a pritet që fluksi i qytetarëve të rritet në orët e pasdites? Po, besoj që aty ka ora 10 do të fillojë dhe të rritet numri i votuesve. Edhe po shpresoj shumë që do të dalin gjithë votojnë dhe ta kryejnë obligimin qytetar secili prej votuesve që ka të drejtë vote. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë, siç edhe ndëgjuat, në këtë qendër ku po lajmërohemi ne që është 0108, deri më tani nuk ka pasur ndonjë parregullsi. Procesi ka filluar qysh në orën 7 dhe gjithçka është në rregull dhe gjithashtu paralajmëruan që këtu që edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i cili bashkë me nënën e tij dhe me familjarët e tij shkuan në kullën e këtij fshati. Gjithashtu desha edhe të cek që për mua kjo është hera e parë që po e ndjek një proces të tillë që është procesi zgjedhor, por deri më tani ka shkuar shumë mirë. Dhe dita është e gjatë, Vesa, po na përshëndesim shumë dhe të urojmë që ky proces i parë i yti i zgjedhjeve shkojë sa më mirë, sa më mirë, sa më mirë. Sa më mirë dhe sa më lehtë. Gjithçysh. Kush është dikush që përcjell zgjedhjet dhe fushata për më shumë se 70 vjet, edhe që fol shumë gjatë dhe tregon detaje. Që kur i lëshon mikrofonin, nuk ndalet, edhe që nuk na gabon. Nuk gabon asnjëherë. Kjo është Rina Mujko. Rina, përshëndetje. Ishte befasi edhe për mu. Jo pse nuk befasom se Rina është mirë, po ishte befasi nga që nuk ma zbuloj regjia se me cilin nga kolegët do të lidhemi, dhe jemi shumë lumtur që edhe Linën e kemi pjesë të këtij procesi zgjedhor si gjithmonë fantastike dhe shumë e zonja në punën që bën. Rina,